Jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt. Mirëmëngjes për gjithë që keni mbërritur në ekranin e News 24. Jemi në News 24 fundjavë dhe ndaj studion me Voltiza Prendin prej orës 10. Pas pak do të na bashkohet edhe nutricionisti mirënjohur Altin Joka për do ta vijojë edhe pak bisedën me Voltizën në studio. Voltiza, po flasim për humbjen e kujtesës. Një moment shumë i vështirë, kam thënë që në fillim, sepse realisht ndjej një lloj keqardhjeje për gjithë personat që pa dashur për shkak të rrethanave të caktuara të jetës e vuajnë këtë smundje në jetën e tyre. Nuk e di, ju jeni marrë me shumë raste. Cili ka qenë rasti që ju ka mbetur në mendje dhe që ka fituar apo jo në fund, e keni ndjekur në hapa? Në fakt, për shkak edhe të profilit që kam edhe në punëm në organizatën ku punoj, patjetër që raste të tilla vijnë her pas here. Dhe në fakt, një rast që më ka tronditur më së shumti ka qenë i një zonje. Nuk dua t'ja them emrin këtu për arsye të mbrojtjes së privatësisë, por ishte vetëm 67 vjeçe, edhe jetonte me djemt edhe nusën e djalit, pra 2 djemt dhe nusën e njërit prej djemve. Dhe sigurisht që filloj me këto harresat e shpeshta në fillim, të gjërave të vogla, por që përballej me një dhunë verbale të përditshme, se sa harraqe ishte, sa shushaqe ishte, dhe e ardhur kjo nga fëmia yt. Për të ishte akoma më rëndë, dhe thoshte që nuk më rëndet shumë fjala e nusës, por më shumë fjala e djalit tim, sepse po përçmohem për atë që nuk është se po e bëj me dashje, nëse harrova gjellën dhe u dogj pak, kjo ishte kurse jo diçka e ardhur për shkak të mosvëmendjes sime, po për shkak të gjendjes dhe asaj që ajo po përjetonte, që ishte një sëmundje dhe jo diçka që ishte thjesht neglizhencë. Si ndante jetën e përditshme? Si ishte rutina e saj? Rutina e saj në fakt mundohej që të kalonte gjërat lehtë, i themin në atë gjuhën popullore, që thoshte, hajtë se s'ka problem, por ajo në fakt po e përjetonte nga ana psikoemocionale në një gjendje shumë të vështirë, që sa mendimet e saj ishin aq shumë të trishta sa mund të shkonte deri në vendime jo të duhura, dhe ne kemi trajtuar me psikologën tonë se si ajo ta përjetonte dhe në fakt të bashkjetonte për të ruajtur dinjitetin, dhe në të tilla raste themi që nuk duhet të trajtohet personi që po e vuan, ata që kujdesen për të, dhe të kuptojnë që në fakt kjo është një sëmundje dhe personi mbi të gjitha duhet të ruajë dinjitetin. Keni pasur mundësi të flisni me personin, me familjarët, pra me nusën, me djalin, siç ju e përmendët? Në të tillë raste jo fatkeqësisht, raste të tjera po. Por dhe këtu ishte ajo dhimbja jonë, që personat cilët kujdeseshin për zonjën nuk pranuan që të vinin në trajtim dhe në një seancë, qoftë edhe të vetme me psikologën tonë. Dhe në të tilla raste themi që çfarë na mbetet neve për të bërë, nëse dyert e aksesit janë të mbyllura për të trajtuar me personat të cilat mund të ndihmojnë, sepse të tillë persona, sidomos ata që vuajnë me demencë, nga demenca jo në fazat e para, por pak të zhvilluara, kanë nevojë edhe për kujdesje ndaj ritualeve si higjiena apo edhe elemente të tjerë. Dhe patjetër që nga kjo dhuna verbale dhe psikoemocionale kalohet herë të tjera edhe në dhunë fizike ndaj këtyre personave. Ka ndodhur? Ka ndodhur, edhe kemi pasur një dy raste të tilla. Nga familjar? Nga familjar, sepse gjithmonë rrethi i ngushtë janë ata që kujdesen, por edhe kujdestar që her pas here. Në fakt ishte edhe një shfaqje teatrale që njerëzit duhet të shkonin ta shikonin sa më shumë babai, i cili trajtonte një temë të tillë, dhe njerëzit duhet të edukohen mbi një fenomen dhe një sëmundje të tillë, se si ata vetë të përballen, nëse e përjetojnë një sëmundje të tillë, por edhe se si ti ndodhen pranë një personi i cili po përjeton një sëmundje të tillë. Rreziku kryesor nga një person që vuan nga demenca në një familje? Në një familje. Pra nga çfarë ankohen më tepër, sepse të pranuarit të gjendjes së tyre, dhe mbi të gjitha ata mund të, le të them, neglizhojnë veten e tyre për shkak të mosmarrjes së mjekimeve, por mbi të gjitha është elementi psikoemocional, pra se si ata ndihen. Ne duhet ne flas për persona që kujdesen, pra të rrethit që kujdesen për këta persona. Duhet të fillojmë sepse kujtimet t'ja risjellin përmes fotove, aktiviteteve të përbashkëta, qoftë edhe të ndodhurit aty për ta. Dhe të tilla raste e kuptojmë që persona që kujdesen ezaurohen nga energjitë edhe kanë dëshpërtimet e tyre. Dhe prandaj duhet ketë edhe një kujdes të vijueshëm edhe për persona që janë kujdestar, të personave që vuajnë nga Alzheimer, pra që është një ndër, le të themi, drejtimet e demencës,
por jo vetëm, sepse janë edhe sëmundjet të tjera të cilat janë bashkëshoqëruese, Duke si fëmijët vegjël të pambrojtur që... Po thuhet ajo shpreha popullore që pleqëria është si fëmia. Dhe ne duhet të jemi, sidomos, tradita shqiptare na e kërkon që ashtu siç prindit janë kujdesë për ne, të mos harrojmë të kujdesim edhe ne për prindit, kur ata kanë nevojë për ne, dhe të mos shikojmë që jetë avion, por jo pa prindërit. Prindit duhet të jenë aty, edhe nëse nuk janë afër, janë larg në distancë, një telefonat, një mesazh, diçka që si je sot. Kjo është një pyetje kaq e thjeshtë, por me një ndjenjë aq të bukur dhe të fortë brenda për njeriu që bashkërisht do zhvillojmë tani nga kjo studio një intervistë me zotin Altin Joka, e kemi në komunikim të drejtë për drejtë, do të na tregojë se si e koncepton ai mjekësia holistike, demencën, humbjen e kujtesës. I tham, patëm mundësinë që në hyrje të bisedës kishim edhe Entela Bashën, mjeke neurologe. Altin, përshëndes. Ndoshta s'ke pasur mundësi të na ndjekësh, por e kemi nisur temën që në orën 10. Dhe duam që të kemi edhe këndvështrimin tuaj për sëmundjen e demencës, e kemi thënë edhe me Voltizën, treguam edhe raste konkrete në këto momente. Faktikisht, ju kërkoj ndjesë, nuk i kam ndjekur gjithë pjesën, pasi kam pasur disa mjekësia holistike, si e interpreton? Atëre, unë mund të them që demenca është një term i përgjithshëm. Sepse është një ombrellë mbi 50 gjendjeve të shkaktuara ose 19 tipeve të sëmundjeve neurodegenerative, nga të cilat njëra nga kryesoret mund të jetë Alzheimeri. Pra mund të jesh me Alzheimer, pra çdo Alzheimer është demencë, mund të themi, por jo çdo demencë është Alzheimer. Për shembull, mund ta themi në këtë rast, demenca është kur ti ke temperaturë dhe nuk e di nga të vjen, ndërsa Alzheimeri do të thotë që ti ke grip, prandaj ke temperaturë. Kështu që është më e specifikuar. Demenca është pra kjo që thamë ne ombrellë. Në aspektin e mjekësisë naturopatike dhe holistike, demenca shihet si një prishje e harmonisë dhe e çekuilibrimit të brendshëm. Nuk shihet si nga mjekësia konvencionale që është një sëmundje neurodegenerative. Mjekësia holistike e shikon si një problem, jo si një problem të izoluar të trurit, por si një problem të gjithë trupit. Pra si po të themi si një lloj dekompozimi të ngadalë të gjithë organizmit, duke filluar që nga sistemi nervor, që nga mikrobioma, problemet mëlçi, problemet në limf, problem qarkullimin e gjaput, problem edhe në shëndetin emocional dhe mendor. Pra me atë jetën sociale që ne kemi. Kështu që në këtë rast mund të themi këtë që mjekësia holistike shikon si një inflamacion kronik, toksiciteti që mund vi nga ushqimet, pesticide dhe helmat. Sot ne kemi rreth 102.000 pesticide dhe helme në rrugën tonë, që nga uji, ushqimet, nga të cilat rreth 22.000 janë vetëm në ushqime. Ne shikojmë si një disbalancë të mikrobiomës zorës që e kemi dëmtuar, çrregullimet metabolike, sidomos në nivelit të lartë të rritjes së glukozës, obezitetit dhe sidomos rritjes së diabetit, stresit të lartë që është 16 fishuar në to 5 dekada, qarkullimit të dobët, qarkullimit pra gjaput, nivelit të mosmarrjes së lëndëve ushqyese dhe varfërimit të tokave nga lëndët ushqyese, por dhe ushqimi përpunuar, lodhja mitokondriale, qëndrimi ndaj ekraneve dhe telefonave dhe lidhje me teknologjinë, traumat emocionale që një person mund të ketë kaluar gjatë historisë të tij dhe sidomos vetmia apo mos shoqëria, apo lënia vetëm, po themi, në këtë moment që ne, ose në këto kohë të paktën në cilën jetojmë. Ose dhe një lloj depresioni që njeriu ka kaluar, angst, depresion e të tjerë. Cilat nga këto elementë që u përmendët e shihni si më të rrezikshëm në fazat fillestare të shfaqjes së problemit? Atëherë trupi jonë është i gjithë i prandaj ne e shikojmë si një të tërë, nuk e shikojmë të fragmentarizuar, sepse mjekësia konvencionale, çfarë thotë? Është një sëmundje neurodegenerative e trurit me vdekjen e neuroneve. Dhe origjina e kësaj sëmundje janë pllakat e amiloidoidit. Ndërsa mjekësia naturopatike e shikon si një proces i cili nuk ka filluar në atë kohë, po ka filluar kohë më parë dhe mund të ketë filluar në mëlçi, mund të ketë filluar në zor, ka filluar jashtë trurit. Truri është vetëm një pasojë, nuk është shkak. Shkaku është inflamacioni që ka ndodhur nëpërmjet jetës sociale, mëlçisë, nuk mundet të ndodhi një diçka pa u kompletuar gjitha. Që do të thotë, ti mund të kesh shumë stres, mund të kesh shumë ngarkesë, mund të jesh shumë i vetmuar. A e dimë nga studimi në 2019 u pa që personat që ishin 1/3 e personave që ishin të vetmuar nuk kalonin në demencë në jetën e tyre.
Për sa arsye? Sepse niveli i qarkullimit gjaku tyre, niveli i oksidimit në qarkullim, niveli i mërqisë, i mikrobiomës dhe elementëve të tjerë inflamator nuk ekzistonin. Çfarë është vërtetur? Ja, unë të zë vetëm një rast në qoftë se do më lejoni. Në 2019, në një studim me 23 ose në një mega studim, po themi 23 studime që u pa që helikobakteri marr në rini virusi hepatitit, kërpurdha malesezia, që është në kërpurdhë, pneumonia, ndoshta Covidi, që kemi ne kaluar, virusi herpesit, virusi hepatitit B, mundet të sillte një probabilitet të lartë pas 15-20 vitesh probleme me demencën. Dhe pas saj, në 2022, te Gazeta e Neurologjisë u pa që pikërisht helikobakteri mund shkaktonte Parkinsonin. Edhe Parkinsoni është brenda grupit të demencës, sepse është Alzheimer, Parkinsoni tash janë 59 tipe. Por, shiko çfarë pam, përsëri tek Gazeta e Neurologjisë, JAMA Neurologji, në 2022, më duket, në 2025, më fal, 2025-ën. Tani e hershme si studim. Po, tani është bërë studimi që u pa që nuk ishte amiloidi. Nuk ishte faktori kryesor. 1 në 3 persona nuk kishin probleme me amiloidin, që thuhet në shkencën sot mjekësore se mjekët që kanë bezuar dhe. U pa që kjo ishte si pasojë, shkaqet ishin të tjera, dhe u shkaqet tash. Patjetër që disa shkaqe mund të jenë edhe pjesë të gjenetikës apo element shtesë. Kto janë faktorët kryesorë që ne mund të themi. Pra truri nuk është. Ma jep një koment për sa i përket truri ishte çrregulluar. Në momentin që ne stabilizojmë si situatën tonë, gjithë ekuilibrin e brendshëm, vitaliteti dhe organizmin, rastet me demencë mund të eliminohen si çdo lloj problematike apo sëmundje. Pra ju mendoni se mund të shërohet? Apo mund të parandalohet? Mund të kurohet. Vetëm nga Zoti, kurimi vjen nga njeriu. Shërimi nuk e kemi gjithë në dorën edhe ne. Voltiza dëgjove, mund të kurohet, tha. Në fakt, unë do t'isha më shumë që ne ashtu si që ushqehemi mirë, ashtu si që edhe kujdesemi si për trupin, por do të kujdesemi edhe për mendjen, pra pjesën emocionale gjithmonë, është jo vetëm vitaminat dhe mirë ushqyerja, por dhe një jetë e shëndetshme, një jetë e këndshme në aspektin e aktiviteteve artistike, kulturore, fizike e të tjera me radhë. Sepse njerëzit harrojnë që në fakt trupi ynë nuk ushqehet vetëm me ato, le të themi, ushqimet që përmbajnë vitamina, por duhet të ushqejmë memorien dhe kujtimet të bukura me aktivitetet të tilla të cilat e rrisin mirëqenien e individit, ulin nivelin e stresit, sepse ashtu siç u përmend në vijimësi sot, stresi është një ndër faktorët kyç i cili ndikon drejt për drejt në kujtesën e individit, pa e kategorizuar konkretisht në çfarë sëmundje. Altin, ke trajtuar raste specifike dhe nëse mund ndalesh, nuk e di pse dua të shkoj tek raste të suksesit, pra mënyra se si mund të jetë ndjekur, që mund të japim disa këshilla, që tek stiljetesës, tek mënyra se si mund të ushqehen, çfarë mund të bëjnë nëse janë në hapat e para, cilat janë sinjalet e para. Atëherë, në qoftë se më lejon, do të themi që unë e thash në fillim, është shumë trupi nuk është në diçka i fragmentarizuar siç mund ta themi që mjekësia sot, prandaj dhe kemi dështim në mjekësinë konvencionale. Jo për këtë, por problemet e mëdha, sidomos të sëmundjeve ose inflamacioneve që nga diabeti, hipertensioni dhe gjëra të tjera. Tani një person që ka këtë problem, duhet të kuptojmë që leximi është një nga arsyet kryesore që personi duhet marrë. Nuk është stresi bazë, duhet kuptoni, dikush janë njerëzit më stres në botë, janë doktorët. Dhe po të shikosh, kanë 0.1% të gjithë të njerëzve që kanë probleme me demencë. Nuk ka lidhje. Tumoret e doktorët janë shumë vogla. Nuk ka lidhje stresi vetëm. Stresi në qoftë se mikrobioma është e dobët, nuk e përballon, sepse stresi rritet nga disa hormone. Në qoftë se ne kemi një destabilitet hormonal, në qoftë se pse the ti më parë, ose pse gratë për shembull janë më të prekura se burrat. Po, janë më të prekura, po. Po janë të prekura jo për arsye sepse jetojnë më gjatë. Absolutisht jo. Sepse ne kemi një grua që është 67 vjeç. Kundërshtoj të gjithë sot. Jo, skali, po nuk ka, kjo është një sens, është një dogm, sepse zonjë unë më parë tha që kishim një 67 vjeçare me demencë. Po ne po themi burri i saj është 67 vjeç dhe nuk e ka zënë. Nuk është një gjatësia se nuk po i zë njerëzit në moshën 85 vjeçare. Po mirë, unë thash që ka nisur dhe është ulur mosha. Jo e nderuar, jo. Bota emocionale e femrës është më e madhe. Është më e ndjeshme. Kalon probleme të menstruacioneve gjithkohës. Kalon probleme me anemin. Anemia është një nga faktorët kryesorë të humbjes kujtesës. Në përgjithësi. Patjetër. Kemi probleme të destabilitetit tiroideve. Kush sëmundet më shumë me tiroide?
është 6 fish tiroidja më e zhvilluar te femra, 8 fish, më fal, sesa te meshkujt, hipotiroidizmi ose problemi Hashimoto's. Atëherë tiroidja, destabiliteti i progesteronit, estrogenit, është një determinant kryesor dhe është shumë thelbësor kjo, pra ta kuptojmë. Mos leximi, puna, ngarkesa, teknologjia, alkooli, duhani, patjetër më janë mira shkaqe, mira, por nuk është stresi. Sepse në qoftë se do kishim stres, mos harroni një gjë. Niveli kortizonit në kohën e pushtimit gjerman në luftën e dytë botërore, në vende skandinave, e disa ishte 12.000 fish në krahasim me njeriu më të stresuar sot në botë. 12.000 fish, sepse do vinin të shkatronin, të pushkatonin dhe nuk I gjente sëmundja. Dhe jetuan. Ata njerëzit që janë sot qifutët në Izrael, si kanë përjetuar? Kanë përjetuar në kampet, e disa situate stresi kanë kaluar, a mund të përcaktohet do të një stres I tyre në krahasim me tonën? Jo, po ata ishin shumë më të fuqishëm, ishin më të lidhur në mënyrë sociale, ishin shumë më mirë në aspektin e brendshëm si ishin ushqyer dhe si kishin kaluar. Nuk konsumojnë as shumë helme. Dhe të gjithë këto, pra mos ja vëm gjithmonë fajin stresi, por ka njerëz të cilët nuk kanë stres. Unë kam njerëz, unë flas në gjithë botën, në platformën që kam komunikim me konsulta në gjithë botën, nga Singapori deri në Shqipëri. Ka një koment Voltiza, dëshon ta dëgjosh Altin? Ka një koment. Po Voltiza. Ja, në qoftë se do më lejosh çfarë do të them të ushqimet që më the ti. Truri ynë është 60% I ndyrë. Në momentin që ne kemi pra sinjalizimi nervor varet nga yndyra, nga niveli I kolesterolit, dëmtimi I rritjes së Alzheimerit, Parkinsonit dhe gjithë ombrellës së demencës ka ardhur pas viteve 80. Në vitet 50-60 ka qenë inekzistente. A e di pse ka qenë inekzistente? Sepse njerëzit ushqeheshin normalisht, ka pas më pak pesticide etj etj. Pastaj në vitet 70-90 ajo filloi të rritej. Pse? U hap një demagogji e lartë duke thënë, mos konsumoni kolesterol, mos konsumoni vezë, mos merrni më gjalpi, po merrni margarinën, mos merrni më vaj në ullirit, po merrni vaj në gjellës. Të gjithë to bën që gjithë ky dëmtim në vite filloi të dëmtohet. Dhe periudha e atyre njerëzve që janë viteve 70-90 sot kanë nivele të larta të Alzheimerit, kanë nivele të larta të Parkinsonit, të humbjes kujtesës dhe problemet neurodegenerative. Prandaj ne duhet të shtojmë vajin e ullirit 2-3 lugë në ditë nëse ne fillojmë këto probleme të kujtesës. Shtimin e avokatos, shtimin e arave, shtimin e bajameve, shtimin e lajtive, shtimin e farave chia dhe farave liri që kanë omega 3, se mbajnë të shëndetshme nivelin e membranave të neuroneve. Te neuronet tona është astrocitet, që janë ai teli që I lidh nivelet e fijeve nervore që dëmtohen në zor. Astrocitet dëmtohen në zor sot. Pra rritja e këtyre, rritja e konsumimit të peshkut të egër, sidomos sardeleve dhe skumris në këtë rast, rritja dhe antioksidantëve që ka rënë, boronica që është mbreti I trurit, qershia, shtega, kakaua e zezë, çokollata mbi 80%, spinaçi, rukola, brokoli, kemi më thjesht punën. Po më në fund po dëgjojmë se veza organike, thierzat, fasulet dhe thelpsoria, ndalimi I ushqimeve që sot ka 4-5 dekada që publikohet. Ne nuk flasim kush është shkaku. Shkaku është sheqeri, që askush nuk ndërhyn të sheqerit të ndalohen të pijet energjike, të pijet me lëng, pijet gaz apo ushqimet me nivele të larta sheqerit. 6 fish të shtritur niveli I sheqerit e fëmijët. Pse quhet Alzheimer diabeti tipi 3? Sepse në studimin e 2019 kur u mblodhën 433 studime të vogla dhe opsione nga shumë vende të botës u pa që fruktoza ishte numri 1, pra fruktoza ardhur nga ushqimi, jo nga frutat, që e risti problemin e Alzheimer dhe problemet e demencës, ishte problemi I acidit urik. Altin, ma përmbledh një këshill kryesore? Jo, një sekond, ta kuptoni. Acidi urik, ta di njerëzit, në qoftë se do kenë një acid urik të lartë, në qoftë se do kenë 3 gliceridet të larta, në qoftë se do kenë nivel të diabetit ose nivelit të glicemisë, duhet të mendojnë që në të ardhmen mund ta shkaktojnë, të ta parandalojnë, të heqin bukën e bardhë, makaronat e zakonshme që kanë shtuar, picat e këto lëngjit e frutave, element të tjerë, ushqimet inflamatore dhe kanë haruar të konsumojnë erza, ginger, qep, hudhër, shafran, që në dietën mediteranea, pra dietën mesdhetare, ato janë të konsumueshme. Pra këto po them unë, për kurimin pastaj po do më pyesni për them se çfarë si mund të kurohet me natyrale. Do doja një këshill të përmbledhur në një fjali sepse jemi në fund të bisedës, që do doje të ngeleshe dhe ta dëgjonin gjithë që janë në fazat e para të problemit, po edhe që mund të jenë duke vuajtur për momentin dhe I dëgjojnë familjarët që kujdesen për ta çdo ditë.
atëherë në radhë të parë të heqin të bëjnë një detoksifikim të trurit. Unë kam bërë një program të gjatë dhe kam folur edhe më parë për si bëhet detoksifikimi i trurit. Është një nga gjërat kryesore. E dyta të rregullojnë disbiozën e zorës dhe të bëjnë analizën e mikrobiomës intestinale. Aty do gjen shumë gjë. Tjetra duhet të kenë të ulin nivelin e obezitetit apo të diabetit dhe të kontrollojnë disa analiza të diabetit, që është shumë e rëndësishme, të shikojnë mos konsumojnë ushqime të cilët mund të kenë pesticide, nato kanë, pa të eliminojnë të gjitha ato pjesë të këqija, të heqin nivelin e karbohidrateve, nivelin e ushqimeve të këqija dhe të shtojnë sa më shumë ushqime me vitaminë B12, dalin në diet që është shumë e mirë, nivelet të magnezit, element tjerë. Shtesë është 30% sipas studimeve është parë që çaji i sherebelës është nga gjërat më të mira çaji i rozmarinës për kujtesën. Është nga elementet kryesorë. Element tjetër që shumë i rëndësishëm. Të presim në Tiranë Altin për një çaj rozmarine sapo të mbërish. Faleminderit shumë që të kisha në studio. Po, do thotë edhe një fjalë të fundit? Jo, s'ka, do të t'jepja disa parime të si mund ta kurojnë, po nëse e them një herë tjetër. Do kemi tema të tjera pa fund. Faleminderit shumë që të kisha në këtë komunikim. Faleminderit, përshëndesim nga studio. Mbyllim shumë komunikimin me Altin Jokën, Voltizam. Këshilla jote e fundit, çaj rozmarinës patjetër, se ne edhe mund ta konsumojmë çaj rozmarinës, edhe nëse është, edhe nëse s'është, na qëndron. Çajrat gjithmonë janë shumë të mira për organizmin tonë, çfarëdo lloj çaji mundshëm, aq më tepër kur ka dhe vlera të shtuara pastaj. Por mbi të gjitha ashtu siç edhe e tham edhe pak më parë, nuk është veç tek ushqimit, te vitaminat, te stili i jetesës e të tjera me radhë, sepse themi që në çfarëdo lloj stadi që të jemi, qoftë kemi prirje gjenetike apo stili i jetesës drejt demencës apo humbjes së kujtesës, qoftë ajo dhe graduale, është mbi të gjitha që ne të mos harrojmë kush jemi. Dhe në qoftë se harrojmë, njerëzit që janë rreth nesh të na kujtojnë her pas here, sepse ne jemi përsëri ata që kemi qenë edhe dje. Dhe kam përshtypjen që ju, si eksperte, e ndjeni pak më shumë problematikën se sa mjekët, sepse mjekët nga që kalojnë shumë pacient në përditshmërinë e tyre, nuk kanë atë lidhjen e afërt në sensin që të dëgjojnë edhe për te. Empatia tek ne, që më së shumti si profil që kemi aty, unë dhe kolegët e mi, patjetër që empatia është parimi bazë duhet kemi. Dhe në momentin që dëgjojmë historinë, përfshihemi në historitë e tyre, dhe mundohemi që në fakt jo vetëm të dëgjojmë, por edhe të orientojmë drejt një zgjidhje që do të ishte pak më e lehtë dhe më e përballueshme për situatën. Po të rinjt kanë filluar të kërkojnë ndihmë gjithmonë në humbjen e kujtesës, pra, pa kaluar te demencia. Në fillim në fakt ishte një diskutim që kishim edhe me të rinj tan aktivistë në organizat, sepse sidomos gjatë periudhave të ndryshme, qoftë para provimeve apo të tjera me radhë, është ajo stresi emocional që ndjen edhe humbja e kujtesës për shkak të mbingarkesës më së shumti, por edhe të qëndruarit online, pra digitalizimi edhe koha për një realitet virtual që ne jemi gjithmonë më shumë të përfshirë, çfarë i bën? I bën që ajo attention span, pra vëmendja, koha se sa qëndron vëmendja, është më e shkurtër dhe gjithmonë më shumë po të kurret dhe vëmendja të rinjve, pra kujtesa afatgjat po të kurret gjithashtu. Dhe kjo është një pasojë e edhe telefoni ka bërë punën e vet, kështu që patjetër çdo instrument që është si akses që ne përdorim për të hyrë në botën virtuale. Dhe kjo gjë pastaj bën që edhe kujtesa të preket drejt për drejt. Mirë, Voltiza, faleminderit shumë që të kisha në studion transmetim të drejt për drejt për të zhvilluar këtë temë, po edhe shumë tematika të tjera që kemi pasur mundësi edhe në studio televizive, por edhe jashtë studiove për të diskutuar dhe për të ndarë përvoja jashtëzakonisht të bukura. Faleminderit edhe për historinë që solla në studio. Mirë, shkëputemi këtu të nderuar teleshikues. Pas pak jemi së bashku me edicionin informativ. News 24 fundjavë vijon. Kemi edhe një tjetër rubrik për sa i përket zhvillimeve rajonale që do ta zhvillojmë pas edicionit informativ. Vjoni qëndroni me News 24.